Atëherë, Big Mama në ka ardhur me një rrëfim prekës. Big Mama është pjesë e formatit Ferma VIP, është një ndër banorët atje. Dhe së fundmi ajo ka folur pak rreth babait të saj. Ka thënë se nëse Jati do të ndronte jetë, ajo do të kryente vetvrasje sepse nuk mund ta përballonte. Mirë, po jeta i kishte sjell fatin që ai të vdiste në duart e saj dhe ajo ishte koordinuar, kishte mbledhur veten. Të vjen keq, është shumë e vështirë të humbësh një prind, një person shumë të dashur dhe duhet japim forca përpara. Patjetër, është e vërtetë. Japim forca përpara. Është e vërtetë, jemi të destinuar për të përballuar këto lloj dhimbjesh. Është shumë e madhe në çdo moshë, tonë pas është prindi, po ja që s'kemi çfarë të bëjmë, janë pjesë e jetës. Janë pjesë e jetës. Më çudit fakti që kjo është futur në këtë format, sepse në Big Brother kjo doli vetë me dëshirën e saj më të madhe, duke u kapur kot me një budallallik aty, se këta kosovarët kanë gjë që flasin shumë me vete dhe me kamerat. Dhe një ditë të bukur ishte duke thënë Big Mama të hëngër të mortja, po këtu ç'kërkove. Duke i thënë vetës Big Brother. Po mbase kësaj radhe nuk i ka planifikuar koncertet, sepse kur doli nga Big Brother, njëshi ishte, mos gaboj, njëshi ishte, kur doli nga Big Brotheri, ajo direkt shkoi për koncert. I kishte koncertet e planifikuara dhe fansat a luduan se ajo kishte bërë një marrëveshje për të qenë në Big Brother për një periudhë kohe të caktuar, sepse kishte lënë punë jashtë. Kështu që mbase tani ka ardhur ta çojë deri në fund rrugtimin. Nuk i dihet. Mbase